Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton Monitor TV për të nisur maratonën e gjatë të komentimeve. Do të flasim mbi ngjarjet më të fundit, do të komentojmë mbi ngjarjet më të fundit dhe do të analizojmë ngjarjet më të fundit. Ju e dini shumë bukur që Mateo Bori është një nga personazhet më të komentuar, më të ndjekur në rrjetet sociale, që me thënë të drejtën është duke thyer rekorde klikimesh. Të gjithë duan të dinë diçka për të, të gjithë duan të kuptojnë se çfarë po ndodh me Mateon, çfarë po ndodh në jetën e tij, dhe pse Mateo pothuajse në çdo muaj është duke na treguar nga një talent. Unë mendoj që talenti i muzikës tek Mateo erdhi fillimisht një herë nga një bisedë me Lore, sepse kam qenë një ndjekës i rregullt i gjërave dhe e di shumë bukur se si kanë nisur, ku Lore dhe Mateo ndan këto bindjet e bukura për artin, për muzikën, për ta njohësh të mirën, gjën fantastike, dhe e jetuan dhe e shijuan masovikisht atë gjë, dhe nga ana tjetër, ishte pikërisht Top Arena që e zbuloi këtë talentin që ndoshta edhe Mateo nuk e dinte që e ka talent. Nga fakti që unë kam dëgjuar një Mateo në intonacion shumë të saktë, një Mateo në nota të sakta, një Mateo në ritëm, gjëja kryesore e një këngëtarit është intonacioni dhe ritmi, dhe Mateo e ka këtë gjë dhe një ngjyrë vokalistike që në fakt mua më ka pëlqyer dhe i kam thënë vetes gjithmonë, ore, po pse ky Mateo nuk bëhet këngëtar? Sa bukur është duke shkuar, sa mirë janë duke i rrjedhur gjërat. Por gjithsesi, këto gjëra kanë ardhur si një lum i bukur në jetën e tij. Që pas përfundimit të Big Brotherit, Mateo fillimisht mori një herë atë gjën më kryesore, që artistët luftojnë ta marrin, dashurinë e publikut, respektin e publikut, vlerën e publikut. Mateo arriti që ta merr, arriti që ta ketë pjesë të jetës së tij dhe e shijoi dhe jetoi jetën e vlerën e publikut që ja dha. Tani, pas qasjes në Top Arena dhe pas shumë këngëve të kënduara me shumë emocion dhe me shumë zemër dhe me shumë ndjesi, Mateo arriti që të na mbërthej për ekranit dhe të na bëj për vete. Ju e dini shumë bukur që në Instagramin e tij, po të hedhim një sy, Mateo ka publikuar një video, ka publikuar një story që tregon se të premten do të vi premiera e këngës së tij të parë. Një këngë që unë jam shumë i bindur që do të pritet me shumë dashuri, një këngë që do të shndrohet në një hit nga ana e publikut dhe të gjithë do t'ja këndojnë dashurisë. Tani kënga nuk e besoj, dhe nga informacione që kam unë nuk është se do të ketë ndonjë videoklip. Nuk do të jetë një këngë me një videoklip të veçantë, të postuar në një kanal të veçantë, jo. Do të jetë një këngë që do të performohet nga vetë Mateo Bori në Top Arena si produkt, është një lloj bisede që ka ndodhur mes Mateos, Manushit, Brikit dhe stafit që si mendoni të bëjnë ndonjë këngë, të sillim diçka produktive, kreative për të mbërthyer edhe më shumë audiencën për ekrani, ku Mateo këngën e ka qarë fare, kënga i kushtohet dashurisë. Normal, nuk do të presim nga Mateo që të këndon këngë patriotike, nuk do të presim nga Mateo që të këndon këngë, bomb, kënga i kushtohet dashurisë. Një këngë që në fakt e ka mbërthyer publikun për vete, e ka bërë publikun për vete dhe e ka shijuar publikun, e ka jetuar publikun. Kjo gjë mua më kënaq kur e shoh Mateon që në fakt ka këtë energjinë fantastike për të sjellur produkte interesante. Unë e di që të premten të gjithë do të jenë të mbërthyer për ekrani për të dëgjuar Mateon edhe projektin e tij të ri. Mateo ka ndarë shumë pak nga ky projekt dhe ajo shumë pak që Mateo ka ndarë është një dedikim, është një tekst tepër i ndjerë që në fakt i dedikohet një personit. Unë e kuptoj që mesazhi i kësaj kënge, fjalët e kësaj kënge do të jenë mesazh për Brikenën, do t'i kushtohen Brikenës, dhe jam i bindur që i gjithë publiku
do të fasionohet nga vokali që Kelly, ish banori Big Brotherit, që tashmë punon në këtë rjetin e këngëve në Top Channel, si edhe tek emisioni i Eglit ashtu edhe tek Top Arena, do të sjellë një projekt të jashtëzakonshëm, do të sjellë një produkt të jashtëzakonshëm që do ta mbërthej dhe do ta bëj edhe një herë publikun, siç e thash më herët, do të thënë për vete. E shoh Mateon shumë të emocionuar, normalisht, artistët kanë emocione, dhe jo më kot është i bukur arti, do me thënë arti të mban në emocione çdo ditë, të mban në momente çdo ditë, dhe kjo është ajo sekreti i të bukurës së artit, të dhuron energji të mirë, të dhuron pozitivitet të mirë dhe të bën që ti të dashurohesh edhe më shumë tek ky art. Mateo, tani nëse do të flisnim se cilën e kam më shumë qef, Top Arenën apo këngën, Top Arenën e kam më shumë qef sepse aty lindi gjithçka, por edhe këngën, me thënë të drejtën, e kam më shumë qef sepse kënga është fantastike dhe i dhuron një energji të mirë, i dhuron pozitivitet. Mezi pres në fakt të shoh atë artin që do të bën Mateo në skenë, të shoh atë formën e madhe të gjës që Mateo do të sjellë në skenë, ta jetojmë në fakt këtë moment dhe të shohim se cilat janë mimikat edhe reagimet të Mateos. Kjo është gjëja më fantastike që unë dua, do me thënë, ta komentoj dhe ta sjell tek ju. Unë e di që ju mezi prisni që ta përfundojmë, në thënë, të premten vjen projekti më i ri i Mateo Bori, që është një këngë në fakt që vjen nga ana e Mateos, është një projekt që na dhuron një energji të mirë, na dhuron një pozitivitet të mirë, dhe kështu që le ta shijojmë të gjithë. Brikena e di që do të jetë e lumtur dhe e gëzuar, sepse nga ana e Mateos ajo do të jeton çaste fantastike, do t'i shijon këto çaste, dhe kështu që do me thënë çifti do të jetë përgjithmonë në qendër të vëmendjes dhe do të komentohet ashtu siç është komentuar. Mateo vjen më ndryshe se gjithmonë. Mateo vjen me energji të plot, Mateo vjen me pozitivitet, Mateo do të na sjellë një projekt fantastik që ne do ta duam, do ta duartrokasim, do ta mbështesim dhe do ta shijojmë atë gjën e bukur që di të sjell vetëm Mateo Bori dhe di të bëj vetëm Mateo Bori. Do të thënë Mateo Bori do të na mbërthej për ekranit të gjithëve. Ju vazhdoni të qëndroni me mua, vazhdoni të më ndiqni me subscribe, sepse unë si gjithmonë që kam bërë, që ju kam sjellur çdo ditë lajmet më të fundit, që ju kam sjellur çdo ditë ngjarjet më të fundit në fakt se çfarë po ndodhen në jetën e artistëve, se si është jeta e artistëve, ashtu do të bëj dhe tani, do të sjell projektet më interesante dhe më të bukura të artistëve, dhe besoj që ju do t'i jetoni, do t'i shijoni dhe do të kënaqemi bashkarisht të gjithë. Vazhdoni më ndiqni me subscribe pikërisht këtu në kanalin Monitor TV.